Përshëndetje shenja e dashit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Duket se kemi një javë dinamike, me sfida të brendshme dhe një zgjim të fortë të forcës personale për ju. Kombinimi i kartave tuaja flet për zgjedhje që kërkojnë vetdije, durim dhe përqendrim tek qëllimet afatgjata. Fjala kyçe e javës, sipas Prism Oracle, është determination, vendosmëri, që përshtatet në mënyrë të përkryer me energjinë e përgjithshme që shfaqet në shtrirjen e kartave. Në gjendjen personale, duket se ju ndodheni në një moment ku po kërkoni të rifitoni drejtimin mbi jetën tuaj. Karroca tregon kontroll, disiplinë dhe dëshirën për të ecur përpara me ritmin tuaj i cili ju karakterizon. Megjithatë, njeriu i varur ju këshillon të ngadalsoni e të shikoni situatat nga një këndvështrim më i thellë. Mund të ketë diçka që kërkon sakrificë ose lëshim të një modeli të vjetër. Gjykimi është karta e zgjimit shpirtëror, një rilindje e vetdijes, javë ku mund të vini në kontakt me ndjesinë se çfarë ju duhet ndryshuar për të përparuar. Ndërkohë, dy shpatat paralajmëron një vendim që ju e shmangni, ose një tension i brendshëm mes mendjes dhe zemrës. Unë do të thoja mos lejoni që frika nga gabimi t'ju mbaj pezull. Udhëhiquni nga qartësia e re që sjell gjykimi. Kalojmë në familje. Në raportet familjare, javën do ta udhëheq një cikël përfundimi dhe rilindjeje. Asi i monedhave flet për mundësi të re, për stabilitet, për përmirësim të kushteve materiale. Por vdekja sugjeron që më parë duhet të mbyllet një fazë vjetër. 5 shpatat mund të tregojë debat ose tension verbal. Ndoshta dikush mbron qëndrimet e veta me kokfortësi, ndërsa 7 kupat ju paralajmëron për iluzione ose pritshmëri të paqarta. Kartat këshillojnë të qëndroni me këmbë në tokë, të mos ushqeheni me entuziazma momentale, por të dëgjoni me mençuri nevojat e gjithë secilit antar në familjen tuaj. Kalojmë te dashuria, ku në aspektin sentimental ju shfaqeni si një forcë që mbron territoret e zemrës, pra dukeni territoriale ose territorial. 7 shkopinjt tregon se ndoshta keni ndier presion apo konkurrencë, por ju mbeteni të palëkundur. 4 monedhat nënvizon nevojën për siguri emocionale, ndoshta e mbani ndjenjën shumë nën kontroll. Kalorësi i monedhave shfaq përkushtim, ndershmëri dhe ritëm të qëndrueshëm, ndërsa 6 shkopinjt konfirmon sukses apo një fitore emocionale në fund të javës. Pra në dashuri, unë do të thoja që stabiliteti dhe ndjeshmëria praktike do të shpërblehen më shumë se gjestet dramatike. Dhe nëse jeni në çift, kam përshtypjen që mbështetja reciproke do të forcohet. Ndërsa nëse jeni vetëm, mendoj se dikush mund t'ju admiroj për seriozitetin dhe qëndrueshmërinë tuaj. Kalojmë tek puna. Në punë, duket se energjitë janë thellësisht intuitive. Hëna paralajmëron dyshime ose paqartësi. Unë do të thoja mos u nxitoni të merrni vendime pa fakte të plota. Megjithatë, temperanca balancon situatën. Tregon bashkëpunim, maturi dhe aftësinë për të gjetur ekuilibrin mes pasionit dhe arsyes. Me mbretëreshën e monedhave, ju paraqiteni si një figurë që di të kultivojë prosperitetin dhe stabilitetin material. Kalorësi i kupave shton frymë krijuese. Puna juaj këtë javë ndikohet nga emocionet, por në mënyrë të frytshme, do të thoja unë, diçka që e bëni me shpirt, pra do të sjellë rezultate të mira dhe mirënjohje nga të tjerët.
Në Prism Oracle kemi Determination, edhe ky orakull e përforcon mesazhin e gjithë shtrirjes së kartave. Pra jeta duket se ju vë përballë vendimeve që kërkojnë këmbgulje dhe qartësi. Unë do të thoja mos I hiqni syt nga qëllimi juaj. Edhe nëse rruga duket e mjegullt, si në dritën e hënës, vendosmëria juaj do t'ju nxjerrë fitimtar në fund. Paçim!